Therrjet, rrahjet, ulja e rezultatit në mësim, ngacmimet, droga, alkooli, duhani e krejt këto fenomene vinë si rezultati mosprezencës namazit. Nëse prindi falet dhe fillon ja mëson namazin fëmijët nga fillimi, s'ka problem. Çfarë aspekti produktiv i sjell fëmijët namazit? Këto probleme o vëllezër që ne po përballemi me përditshmëri nëpër shkolla. Para shkolla, mos respekti i prindërve nga ana e fëmijëve. Ku e ka fillin, ku e ka zana fillin? Prapë te namazi. Allahu xhelle xhelalu çka po thot? Eqimis salat, fale namazin. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, sepse namazi stopon nga veprimet e pshore, zinaja, prostitucioni, fyrja, ofendimi edhe mëkatet. Llogarit fëmijët sa hajri bën kjo. Adoleshentit sa hajri bën kjo. Ati që e ka kalu adoleshencën, ka fillu periudhën e pjekurisë, kur tani më mendon se veç ai çka mendon është mirë se tjerë të kanë gabim. Kjo është periudha e parë drejt pjekurisë mentale. Ku ai mendon se veç unë e kam mirë, e këtu tash hecë respekton prindin. Llogarit tash fëmiu nëse është namaz fals. Ky namaz Allahu thot është e stopon ato prej këtyre të këqija, ti si prind përveç që i kënaqur, ti tash i respekton. Në të kundërtën, nuk do të respektosh. Po tani s'ka më respektu as mësuesin në shkolla e fëmijë. E pastaj ai din me të cilë problemin në shtëpi. E pastaj mos u çudit se këto që i ndëgjojmë për çdo ditë. Therrjet, rrahjet, ulja e rezultatit në mësim, ngacmimet, droga, alkooli, duhani e krejt këto fenomene vinë si rezultati mosprezencës namazit. Për ndryshe, a shkon namazi dhe droga? Nuk shkon. Nëse fëmiu e ka mësuar namazin, tamam, edhe fal, edhe më afruaj nuk e pranon. Se këto dyja nuk shkojnë bashkë. Edhe më afru dikush alkoolin, duhanin, prostitucionin e të ngjashme, nuk ecin këto dyja bashkë. Llogarit na si prind në çfarë favori jemi. Edhe kundërta me të kundërtën.